Mjeku zbulon sekretin. Keni tension të lartë të gjakut. Përgatisni këtë recetë në kushte shtëpie dhe do të shpëtoni. Të dhënat e observatorit global të shëndetit tregojnë se shqiptarët po rrezikojnë gjithmonë më shumë nga sëmundjet që kanë në lidhje me hipertensionin ose tensionin e lartë të gjakut. Shqipëria është e renditur në zonën e rrezikut mes vendeve me prevalencën më të lartë të këtyre sëmundjeve. Në vendin ton, afërsisht 32% e popullatës mbi 18 vjeçare është e prekur nga tensioni i lartë i gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në vitin 2017, hipertensioni arterial ishte faktori i dytë i riskut shkaktuar nga shumica e sëmundjeve në Shqipëri. Ndërkohë, të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik të cilave u referohemi tregojnë se humbja e jetës prej sëmundjeve ishemike dhe zemrës shkaktoheshin nga hipertensioni dhe është rritur 2 herë gjatë viteve të fundit kjo rrezikshmëri. Nëse çështja e tensionit e lihet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, mund të shkaktojë ngushtimin e enëve të gjakut, ishemi, qarkullim të penguar të gjakut. Ushqyerja luan një rol të rëndësishëm përveç medikamenteve të përshkruara nga mjeku në mbajtjen nën kontroll të niveleve të tensionit të gjakut. Prandaj në këtë video, sipas Elsaj, do të rendisim disa nga ushqimet, frutat, perimet dhe produktet natyrale, të cilat do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e situatave tuaja të rënduara dhe përmirësimin e hipertensionit. Nëse jeni një person që vuani nga problemet e hipertensionit në dietën tuaj, shtoni karrotat. Karrotat janë të mbushura me elemente të mirë të kaliumit. Ky element ul tensionin e gjakut dhe zbut gjithashtu ndikime negative të sodiumit në trup. Karrotat gjithashtu ulin në riskun e arteriosklerozës dhe të ishemisë, dhe shtimi i tyre në dietën tuaj do të jetë një element plus në menaxhimin dhe mbajtjen nën kontroll të komplikacioneve që shkakton hipertensioni në trupin tuaj. Panxari gjithashtu është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Sipas të dhënave të Healthline, antioksidantët e panxarit ulin tensionin e lartë të gjakut dhe nivelin e kolesterolit. Vitamina B do të ndihmojë në funksionin më të mirë të nervave. Përmbajtja e lartë e nitratit e panxarit do të çlirojë gjithashtu oksidin nitrik, një gaz që përmirëson qarkullimin e gjakut, i cili zgjeron gjithashtu edhe enët tuaja të gjakut, duke dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij kundër problemeve që shkakton hipertensioni. Spinaqi është një produkt pozitiv, ushqyes, i rëndësishëm për menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Kjo barishte është e pasur me nivele shumë të mira të kaliumit dhe të luteinës. Kjo e fundit do të parandalojë gjithashtu trashjen e mureve të brendshme të enëve të gjakut dhe ulë riskun e atakut në zemër. Spinaqi është i pasur me element shumë të mirë të magnezit, folatit, të cilat ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të hipertensionit dhe sjellin rezultate fantastike në menaxhimin e shëndetit tuaj, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Duke ndjekur një dietë të pasur me këto produkte, do të keni gjithashtu edhe më pak shqetësime në organizmin tuaj. Rrepat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga hipertensioni, pasi janë të pasur me element të mirë të kaliumit. Ky mineral ndihmon të mbani nën kontroll problemet e tensionit të gjakut. Rrepat mund të shtohen në sallata, gjithashtu ose në supa, ose mund të konsumohen në lëngje të shijshme. Vlerat që do t'i japin trupit tuaj do ta përkthejnë atë në një element fantastik ushqyes në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Siguroni që të bëni përzgjedhjen e duhur të dietës suaj për të mirëmbajtur shëndetin dhe për të evituar gjithashtu problemet e hipertensionit. Agrumet janë të mbushura me vitamina dhe minerale të rëndësishme bimore, që e mbajnë zemrën e shëndetshme dhe ulin gjithashtu problemet tuaja të hipertensionit. Siguroni të keni një dietë të balancuar ushqyese dhe do të keni gjithashtu më pak shqetësime të hipertensionit në shëndetin tuaj. Hipertensioni duhet të mbahet gjithmonë në kontroll pasi mund të ndikojë në krijimin e komplikacioneve dhe të rrisë probleme të shëndetit tuaj. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese.
Është e vetmja mundësi që mund të rregulloni shëndetin dhe të mbani gjithashtu larg komplikacionet e tjera. Salmoni dhe peshqit e tjerë yndyror janë shumë të vlefshëm për dietën e personave që vuajnë nga hipertensioni. Peshqit e yndyror siç janë salmoni për shembull mund të luajnë një rol pozitiv në menaxhimin dhe luhatjen e komplikacioneve të shëndetit të dobët. Kështu do të keni një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të hipertensionit duke konsumuar këto peshq yndyror. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të shtoni produkte sa më natyrale të stinës. Vlerat që do t'i japin atij do t'jenë gjithashtu edhe më të mira. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm për uljen e tij. Ky vakt përcakton fokusin më të mirë të organeve, mbron në zemrën dhe energjinë që nevojitet trupit tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet, duke sjellë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët tregojnë se shtimi i produkteve në dietën tuaj mund të luajë një rol përmirësues në mbajtjen larg të komplikacioneve të hipertensionit dhe rritjen e rezistencës së tij. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një alternativë të tillë si tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibra që ju mbajnë të ngopur dhe frenojnë gjithashtu dëshirën për ushqyerje të tepruara. Nëse shtoni tërshërën në dietën tuaj ditore, do të përkthehet në një mbrojtje më efikase të shëndetit tuaj dhe më pak probleme të hipertensionit. Tërshëra do ju mbajë të ngopur gjatë ditës dhe do të ofrojë përfitime maksimale të fibrave. Tërshëra mund të pashurohet me fruta, arror, fara dhe mjaltë, dhe kështu përfitimet e saj do të jenë të larmishme në të gjitha aspektet e organizmit tuaj. Është e rëndësishme që të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve dhe të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të bërë gjithashtu edhe mbajtjen në kontroll të këtyre komplikacioneve. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme në uljen e tensionit të gjakut dhe mirëmbajtjen e niveleve të tij. Të dhënat këshillojnë vazhdimisht të përzgjidhni produkte më natyrale të kosit të kombinuar me mjalt ose fruta të stinës. Vlerat që do t'i japin organizmit tuaj do ta shndrojnë atë në një prej produkteve më të shëndetshme në mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Nëse vuani nga hipertensioni, konsultohuni me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur të frutave. Është e vërtetë që frutat që kanë sheqer nevojiten në formën e fruktozës, por ju mbajnë edhe me fibra. Ndaj përdorimi i tyre me minerale dhe vitamina mund të luajë një rol pozitiv. Bananet dhe portokalli janë të rekomanduara shumë, sepse ofrojnë nivele të mira të kaliumit, një prej mineraleve që mban zemrën e shëndetshme dhe ul tensionin e gjakut. Për të ulur tensionin e lartë, duhet të hiqni dietën tuaj me yndyrna të larta dhe me kripra të shtuara. Ekspertët tregojnë se nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të hiqni nga dieta fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara, në veçanti si fasulet, kanë një numër të lartë të ushqyesve të dobët që mund të dëmtojnë shëndetin dhe të krijojnë gjithashtu edhe komplikacione të tij. Nëse jeni një person që vuani nga probleme të tilla, sigurohuni të tregoheni të kujdesshëm me produktet ushqimore të konservuara. Edhe supat e gatshme, të cilat të blihen të paketuara, janë të dëmshme për personat me hipertension pasi mund të ndikojnë negativisht në përkeqësimin e shëndetit tuaj, pasi ato përmbajnë nivele të tepërta të kriprave që qëndrojnë të konservuara për një kohë të gjatë. Produktet e domateve të gatuara, gjithashtu edhe ato të ambalazhuara, janë të dëmshme për personat me hipertension. Ekspertët tregojnë se është më mirë të zgjidhni produkte natyrale në dietën tuaj për të evituar komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Mishi dhe nënproduktet e tij mund të evitohen nga dieta juaj dhe të zëvendësohen me produkte më të shëndetshme për të evituar komplikacionet e hipertensionit dhe për të siguruar mbi të gjitha një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe më pak probleme që i kanosen trupit dhe shëndetit tuaj. Është e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj për çdo ndryshim që mund të bëni në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.